Faleminderit juve. Shkojmë në këtë çaste në Fier, do të kemi atje kolegun Xhemil Beharaj, i cili do na jap detaje më të hollësishme sa i përket situatës me fshatrat Kashisht, Kafaraj dhe të cilat kanë qenë problematike gjatë 24 orëve të fundit, ku janë në ujë rreth 150 hektar tokë bujqësore brenda argjinaturave dhe gjithashtu ka patur edhe disa shtëpi të cilat janë pushtuar nga përmbytjet. Do të lidhem në këtë çaste me kolegun Xhemil Beharaj. Xhemil, përshëndes. Enera të përshëndes nga qyteti i Fierit. Unë ndodhem në fshatin Feras, pasi gjatë orëve të natës prurjet e lumit Vjosa ka qenë në pikën kritike, pra në prurjet maksimale. Ndryshe nga prurjet e Vjosës në muajin nëntor të vitit 2025, kur ujrat erdhën brenda argjinaturës, po nuk erdhën në kanalin e Martinës. Këtë radhë është qarë kanali i Martinës dhe është mbushur me ujë, pra prurjet janë më të mëdha. Nga informacionet e marra dhe nga vëzhgimet tona në teren janë si më poshtë. Në fshatrat Kashisht, Ad, Kafaraj, Qerven dhe Feras janë në ujë rreth 200 hektar tokë të mbilla me prodhimet e stinës, por dhe me drur frutor. Ndërkohë që janë rreth 27 banesa që janë në ujë. Ka prezencuar në obor, ndryshe nga prurjet e Vjosës në muajin nëntor të vitit të kaluar. Këtë radhë, pra gjatë mbrëmjes së dieshme dhe mëngjesit të sotëm, siç duket dhe nga pamjet, uji është futur dhe në banesa në 27 prej tyre në Feras dhe në Qerven. Si pasojë e prurjeve të lumit Vjos, ka prezencë uji edhe në stacionin e pompave në Kafaraj. Duhet të theksojmë se pas ditën e dieshme, Bashkia dhe Ujësjellësi i Fierit kanë dalë me njoftim ku njoftojnë banorët që të krijojnë rezerva uji, pasi pompat janë përmbytur dhe nuk do të ketë furnizim me ujë të pishëm për disa ditë derisa të bjerë niveli i Vjosës, pastaj të pastrohen depot dhe të fillojë furnizimi normal me ujë të pishëm. Këtu preashtojnë disa banesa private të cilat mund të kenë puse në oborret e tyre, apo dhe pallate shumëkatësh që kanë depozita me kapacitet të mëdha ku mund të rezervojnë ujin për disa ditë. Por gjithsesi bashkia ka marrë masa që do të ketë me furnizim me ujë të pishëm me orar të reduktuar, siç ka njoftuar dhe ujësjellës kanalizimet e Bashkisë së Fierit. Me banor që kemi kontaktuar të fshatit Feras dhe të fshatrave të tjerë, thonë se prej vitesh nuk ishte parë një prurje e tillë e lumit të Vjosa. Prezencë të forcave të ushtrisë nuk janë dukur në teren, ndryshe nga prurjet e Vjosës në muajin nëntor të vitit të kaluar. Shtabi i emergjencave civile është në gatishmëri dhe është pranë banorëve, vinë shpeshherë, i vizitojnë dhe marrin kontakte me banorët për problemet e tyre. Gjithashtu do të poja faktin se unë kam kontaktuar me banorët, ata kanë shprehur shqetësimet e tyre. Pjesa e banesave që janë në ujë janë brenda argjinaturës, nuk janë jashtë argjinaturës. Gjithsesi situata është në kontroll, thonë burimet nga shtabi i emergjencës, por edhe vetë ne që kemi kontaktuar me banorët e thonë këtë fakt se banesat që janë në ujë janë brenda argjinaturës, pra brenda shtratit të lumit Vjosa. Të përmbytura janë 200 hektar tokë që janë të mbilla me prodhimet e stinës si pras, lakër, apo dru frutor si që janë ullinjt, mandarinat, limonet, agrumet e ndryshme. Ndërkohë, konkretisht, Xhemil, ke arritur të komunikosh me ndonjë familje konkrete për të na dhënë pak më shumë detaje, ndoshta ose për të na sjell në vëmendje ndonjë rast konkret? Atëre, ne kemi marrë disa banor, kemi qenë dhe në një familje ku vetë pronari i banesës erdhi, kishte çizme, ishte deri në mes në ujë, erdhi dhe foli për median, pasi ne nuk mund të futeshim se kishte rreth 80 cm ujë, ka vajtur 30 pont poshtë dritareve, pra kanë prezencë të madhe të ujë tek këto banesa që thamë janë brenda argjinaturës.
i cili tha që kisha prindrit dhe ata nuk donin që të largoheshin nga banesa, donin që të qëndronin në këtu, po erdhën dhe vëllezërit e tjerë, i kemi detyruar dhe i kemi marrë, ndërkohë që gjën e gjallë e kanë nxjerrë jashtë oborrit, pra lart mbi argjinatur, ndërsa shpesët kanë qenë në kotecin e tyre, disa kishin ngortur për shkak të vajtjes së ujit, por gjithashtu prezenca e ujit është në banesat, siç tham, brenda argjinaturës, dhe intervistën jo vetëm të atij banori, por dhe të banorëve të tjerë të fshatit Feras i kemi nisur në redaksi. A ka shkuar dikush për ta ndihmuar konkretisht këtë familje, pasi 80 cm janë shumë, me thënë të drejtën, dhe nuk e di se si po arrin akoma të qëndrojnë në këtë banesë. Atëherë, siç e thash Eneida, prezenca e ujit është në banesat brenda argjinaturës, banorët janë larguar, kanë shkuar tek të afërmit e tyre, një pjesë e banesave janë të pabanueshme për shkak se pronarët apo familjarët janë emigrant, siç është banesa pas me, që duket që ka gati 50 cm ujë brenda banesës, nëse në prurjet e Vjosës në muajin nëntor para 2 muajsh kishte vetëm 10 cm ujë, tek shkallët e banesës tashmë është 50-60 cm ujë brenda në banesë, kështu edhe banesa tjetër që është pas me, duken fare qartë, është më shumë është i rritur shumë niveli i ujit, por janë banesa, siç thash, që janë në shtratin e lumit të Vjosës. Pra që, siç thonë edhe specialistët, është niveli i prurjeve është cing për cing, pra është në kapacitetet maksimale lumi Vjos. Në mbrëmjen e dieshme u rrezikua për të çarë argjinatura në 2 vende, por ishin ndryrët e menjëhershme me automjetet e tonazhit rënd dhe me çakull dhe me ekskavator, të cilat bën të mundur bllokimin e tyre. Nuk ka, domethënë, viktima, vetëm disa shpesë të ngordha, siç na thaj banori që kontaktuam në mëngjesin e ditës së sotme. Pra prezenca e ujit është në 27 banesa që janë brenda argjinaturës dhe në toka të mbjella që janë gjithmonë brenda argjinaturës. Shumë e qartë. Mirë, të falenderoj shumë Xhamil për gjitha këto informacione që na përcolla. Faleminderit juve.